Pas një takimi në Shishtavec me strukturat e PD-s ku u prezantuan kandidatët për deputet, drejtuesi politik për Qarkun dhe kandidati për deputet Flamur Hoxha i bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin PD-n në zgjedhjet e 11 majit pasi qeverisja e rilindjes sipas tij është fikur. Janë 12 vite dhe 12 vite secili që është pjesë e qeverisjes dhe pushtetit qendror, prandaj lokal duhet të ballafaqohet. Çfarë ka bërë? Nëse ka zhvillim, shifni këtu që ja kemi kaluar Italis apo Kosovës apo Maqedonisë, në televizion edhe për 4 vjet tjera, por mendoj që qeverisja e rilindje në Shqipëri është fikur. Sipas Hoxhës, integrimi në Bashkimin Evropian nuk mund të ndodhë pa një përmirësim të ndjeshëm të ekonomisë në familjet shqiptare. Themi që ne duhet shkojmë në Europë. Ne në fillim duhet jemi ne të bëhemi si Europa. Dhe banorët më parë thanë nuk du ma zgjë më tepër se sa Dragashi, se sa vendet e pjesës tjetër të Shqipërisë në Kosovë, kërkojnë një vend zhvilluar si rajoni. Në fakt ne do të ishim në pararoj, ne do të ishim në zhvillimin më të kaluar të Maqedonisë, Malizzi apo të Kosovës, dhe të vjonin më shumë në të ardhmen më mëtej. Hoxha tha se PD-ja nga 2 deputet që ka aktualisht në qarkun e Kukësit do të zgjerohet duke marrë 3 mandate në zgjedhjet e 11 majit. E kemi bërë në 2021, kemi shkuar me diferencë jashtëzakonisht të madhe votash, ku kemi marrë 11.000 vota më shumë se sa Partia Socialiste. Mendoj që me atë trend dhe me frymën që është në ndasit e partive të tjera këtu, mund të arrijmë dhe mund të kërkojmë dhe duhet kërkojmë që të marrim 3 mandate dhe në atë rast pastaj do jemi debitor të përjetshëm kashi votës qytetarëve të Kukësit, Hasit, Tropojës. Prezantimi i 4 kandidatëve për deputet u bë edhe para strukturave të PD-s të fshatit të Brekije.